Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për situatën politike në vend ku një pjesë e politikanëve ndodhen në burg, ndërsa pjesa tjetër midis tyre Berisha, Rama, por së fundmi edhe Basha kërkojnë votën e shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit. Po ku po shkon Shqipëria me këtë situatë politike, ndërkohë që një konflikt i fundit ka dalë në sipërfaqe, ai midis kryeministrit Edi Rama dhe Erion Veliajt për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, teksa ky i fundit ndodhet në burg. Gjithashtu do të flasim edhe për kërcënimet që ka marrë ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, të cilat i ka bërë të ditura në një rrëfim të fundit në intervistë të tij. Gjithashtu do të flasim edhe se kush do të jetë goditja radhës nga ana e SPAK-ut kundrejt politikanëve, qoftë të mazhorancës apo edhe të opozitës. Për të mësuar më shumë, qëndroni me ne deri në fund të kësaj interviste, pasi kemi të ftuar avokatin e njohur Gylsen Zhlima. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, ku po shkon Shqipëria me gjithë këtë situatë politike ku një pjesë e politikanëve ndodhen në burg, ndërsa pjesa tjetër kërkon votën e shqiptarëve, përmendin këtu Berishën, Ramën, por së fundmi edhe Lulzim Bashën. Ndërkohë ka dalë në sipërfaqe edhe një konflikt brenda llojit, ai midis kryeministrit Edi Rama dhe ish-kryetar ose më saktë kryetarit të Bashkisë ende se ndodhet ende në detyrë Erion Veliajt. Konflikti i nisur me zotin Rama dhe zotin Veliaj ka ndodhur në 28 korrik 2024, por edhe me konfliktin të cilën ne nuk i kemi dhënë fare pesh për asnjë rëndësi të veçantë, që është konflikti i ndodhur në 31 dhjetor 2018, kur zoti Rama thot që do ta varë në pemë. Që aty ka filluar ajo që ne themi konflikti, sepse zoti Rama e dinte shumë mirë që zoti Veliaj tenton të marrë Partinë Socialiste, zoti Veliaj pretendon se mund të u bënte kryetari i Partisë Socialiste. Duke qenë në këtë situatë, zoti Rama përdori të gjitha ato mekanizma të mundshme që zoti Veliaj të shkoj përpara një drejtësie që vetë Partia Socialiste e ka inskenuar dhe vetë Partia Socialiste thot që kanë bërë një drejtësi të pavarur të paanshme, por kjo ndodh vetëm kur aty te kjo drejtësi kapen njerëz të cilët çuditërisht doll një fakt i cili është përsëri çuditshëm, që të gjithë arrestohen rreth zotit Rama dhe i vetmi që nuk arrestohet është zoti Rama. Kjo tregon qartazi që kjo drejtësi nuk është funksionale në raport me kushtetutën dhe të drejtave të njeriut. Kjo drejtësi është jo funksionale, por në raport gjithmonë me kushtetutën e 1976-ës, kur prokurori ishte mbi të gjithë, prokurori ishte mbi gjykatat, prokurori ishte mbi institucionet. Pra këshilli popullor i asaj kohe ka qenë zona, ose më mirë, vendi kur çdo njeri u degeneronte thjesht vetëm se shkonte përpara këshillit popullor dhe jepte llogaridhënie përpara tij. Kështu është sot SPAK-u, një institucion i cili duhet të jetë në raport me kushtetutën, ashtu siç duhet, është keq përdorur nga Partia Socialiste dhe nga zoti Rama për të bërë një, do të thoja, një kopjim të së shkuarës, siç ka qenë sistemi i asaj kohe Enver Hoxhës. Si mendoni, çfarë fshihet pas këtij konflikti? Konflikti ka të qartë diçka. Numri 2 që të bëhet numri 1. Dhe numri 1 që të bëhet zoti Veliaj duhet të ikte numri 1 që ishte Rama. Po kjo nuk ndodhi, sepse Veliaj bëri një gabim fatal, kopjoi Ramën, duke qenë Rama aktiv në politikën shqiptare. Pra, Edi Rama mori 3 mandate si kryetar Bashkie e Tiranës dhe zoti Veliaj kopjoi zotin Rama. U desh ligji i vetë qeverisjes vendore që të bllokonte historinë e kryetarëve të mëparshme. Jo më shumë se 3 mandate, jo më shumë se sa ka Edi Rama, dhe jo më shumë se kryetar bashkie o kryetar partie sa është Edi Rama. Pra, e gjitha kjo çfarë ka ndodhur në Partinë Socialiste është ajo që kam thënë tek ju me kohë. Lufta e brendshme është në vazhdim, është e egër, është një luftë e cila nuk duket ashtu siç duhet, sepse ende pushteti është shumë i fuqishëm.
por me kalimin e pushtetit ose me ikje nga pushteti në çdo formë dhe mënyrë shi Erion Velinë dhe kupton gjithçka, tregon qartazi që në rast se Partia Socialiste në 11 maj shkon në opozit, atëherë do të shikoni të vërtetën se si do hapen gojë njerëzit ose do hapen më mirë deputet që janë aktualisht, duke thënë që kemi qenë të shtrënguar, nuk kemi qenë vetvetja, kemi bërë gabime, i kërkojmë ndjes qytetarëve, sepse nuk kemi munduar ose nuk kemi pasur fuqinë të jepshim një përgjigje ndaj të gjitha kësaj masakre që ndodh në kurriz të Partisë Socialiste. Edhe një herë e them dhe përsëri te socialistët që e duan Partinë Socialiste. Nuk flas për rilindasit të cilët Partinë Socialiste e kanë mjet përfitimi. Flas për socialistët që kanë një ideologji. Unë e pranoj. Je socialist, je komunist, ke të paktën një ideologji, por nuk mundesh ti të autorizosh njerëz që në emër të Partisë Socialiste të bëjnë shkelmime ndaj një partie politike, siç është Partia Socialiste, që është një parti e cila është historike në vend. Më pëlqen mua Partia Socialiste apo jo? Është një parti e cila është e themeluar në 1991, është një parti që ka ndryshuar emrin nga Partia e Punës për Partia Socialiste, por unë nuk mund të diskriminoj këta individ. Por unë këta individ mund vetëm të them diçka që është shumë e mirë për veten e tyre. Më mirë një parti socialiste në opozit sa më shpejt, se sa një parti socialiste në pushtet absolut, dhe në të ardhmen nuk do të keni jo vetëm emrin e Partisë Socialiste, por nuk do të keni edhe trëndafilin brenda ose petalet, si i quajti një djalë i ri, i Partisë Socialiste. Thjesht do të shikoni njerëz të cilët vend të jenë në Partinë Socialiste, në një të ardhme të afatgjatë ose afatshkurtër, do të shikoni që do të jenë përpara drejtësisë nga politikan burgaxhi dhe nuk do të kenë mundësinë të gëzojnë dhe pensionin e tyre, sepse pikrisht Partia Socialiste në vend të çonte politikanët e vet në rrugën e dur që është në pension ose në opozit, po i çon në burg. Kjo është një katastrofë për një parti historike, në krahasim me Partinë Demokratike. Nuk ka lidhje fare Partia Socialiste me Partinë Demokratike. Dhe le të krenohen disa për drejtësinë. Drejtësia aktuale është plepa 2. Më përpara u komandonte nga Partia Demokratike, sot komandohet nga Partia Socialiste. Nesër do të komandohet drejtësia nga një parti tjetër, po nuk e duam këtë drejtësi. Duam një drejtësi konkrete, reale, e cila do të jep shërbim ndaj çdo qytetarit dhe nuk do të haj presion. Shumë e thjeshtë kjo. Si mendoni, pse Erion Velia u tërhoq nga vendimi i tij për delegimin e kompetencave për drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Së pari duhet keni parasysh që zoti Velia fillimisht filloi me një sulm. Pas sulmit që bëri, jo ai kuptoi, por të tjerë kuptuan që atë duhet ta informonin, sa ai ka qenë i keq informuar, sepse mendonte se edhe brenda burgut është akoma kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ai ligjërisht është kryetari i Bashkisë së Tiranës, por juridikisht ai nuk mund të jetë vetë një person i cilit ndaj tij është marrë një masë sigurie, siç është ajo e arrestit në burg. Zoti Velia i duhet kuptonte që në fillimin e hetimit të tij duhet të kishte kujdes në deklaratat e tij juridiko-politike dhe mos të ngrinte tonin dhe zërin lart aq sa nuk do deshte ndaj prokurorëve dhe ndaj gjykatësit. Dhe madje bërë një selektim të gabuar duke goditur Olsi Dadon dhe jo duke goditur bashkërisht dhe Altin Dumanin. Kjo ishte një gabim i cili nuk falet ndaj një person që ka një pushtet, gjithashtu është dhe një gabim ndaj një personi i cili ka kërkuar me çdo mjet të mundshëm që të arrestohen politikanë dhe madje kundërshtarët e tij politik, duke i treguar që drejtësia jonë funksionon. Tani kur vjen flakat e ty, normalisht drejtësia nuk funksionon dhe që ka Dado i keq, Dumani i mirë dhe dikush tjetër prap i keq. Pra, duke e konkluduar edhe këtë si rast, unë them që skenat që ju keni parë në Bashkinë e Tiranës duke u shkarkuar nën kryetarët, duke dhënë autorizime duke u tërhequr, janë skena të qarta që kuptohet që Bashkinë e Tiranës e ka Edi Rama dhe nuk e ka më Erion Velia.
Erion Veliaj tani e tutje do jetë i vetëm, do jetë i jetim në betejën e tij juridike, sepse betejën e tij politike ja shkatroi ose më mirë ja mori sy për sy dhe në një konferencë të madhe me punëmarrësit e Bashkisë së Tiranës, kryetari i Partisë Socialiste, aktualisht kryeministri i vendit dhe madje në hije kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama. A mendoni se Erion Veliaj është kërcënuar, shantazhuar apo është ushtruar presion ndaj tij për të tërhequr nga ky vendim për delegimin e kompetencave për drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Kur je në paraburgim dhe kur e din shumë mirë që drejtësia është në funksion të partisë, kur ti ke qenë servil dhe shërbëtor i tmerrshëm, kur nuk e kuptoi qartësi se si funksionon kjo strukturë, thjesht u krenoje sepse edhe të tjerë u krenonin që kundërshtarët e tu politik u arrestonin, normalisht unë kuptoj që edhe me qëndrimin brenda në paraburgim duket qartazi që zoti Erion Veliaj veprimet që ai ka kryer dhe ato çfarë ai ka bërë dhe mënyra se si ka vepruar kanë qenë të gabuara dhe përveç kësaj kanë qenë veprime të cilat nuk japin asnjë frut të re përveç humbjes dhe përveç kundërshtarët më të mëdhej që është Ministria e Drejtësisë e cila monitoron burgjet. Si është e mundur që Erion Veliaj, një njeri që ka pasur pushtet, ka njohur dhe ligjin, të përdor sende të palishme në qeli? Ligjin nuk ka njohur asnjëri nga këta, nuk njeh ligjin. Po si është e mundur që të përdor sende të palishme në qeli dhe të flasë në mënyrë kaq të lirshme, duke menduar se nuk do të përgjohet? Se smundja e tyre është kaq shumë e tmerrshme që ata mendojnë që duke mos njohur ligjin, ata mendojnë që kanë gjithçka në dorën e tyre, kanë pushtetin, kanë partinë dhe duke menduar se kanë partinë bëjnë gjithçka. Tani të japim një sqarim të qartë. Jo se do të thotë që zoti Veliaj që është në burg aktualisht partia nuk e mbron. Pjesërisht e mbron. Por, për shkak se zoti Veliaj bërë një konflikt me prokurorët, që prokurorët mund të jenë pjesë dhe të atashuar pranë Partisë Socialiste, sepse është shumë e qartë që prokuror si zoti Kraja ka qenë në kohën e komunizmit dhe ka qenë person që ka dënuar për shkak të partisë, persona të tjerë. Pra do të thotë që ata janë të atashuar në një farë mënyrë me Partinë Socialiste ose me Partinë Komuniste, por duhet keni parasysh diçka, që zoti Veliaj, dhe jo vetëm zoti Veliaj, dhe Tauland Balla, dhe Belinda Balluku, dhe Ahmetaj, dhe të tjerë të cilët edhe Lefter Koka, edhe Alçi Bllako, edhe Vagjush Dako, edhe ai Goro, edhe njerëz të tjerë, edhe Ilir Meta po do ta marrim, edhe Sali Berisha, nuk kanë menduar kurrë që janë të dobët në raport me drejtësinë. Dhe kjo nuk tregon që drejtësia është më e fortë ndaj tyre. Jo. Nuk kupton diçka tjetër që akoma nuk po e kuptojmë ne si shoqëri. Drejtësia funksionon momentalisht sepse është e urdhëruar politikisht të kryejë veprime. Dhe jo se ne kemi një drejtësi e cila është ajo drejtësi që do të sjellë të shqiptarët shpresë. Shpresa me burgaxhi nuk vjen kurrë, se burgaxhiu do qëndrojë aty, do dënohet dhe në fund fare ti nuk fiton asgjë. Përkundrazi, ti si drejtësi e re e fut dhe madje ditë për ditë ne nga taksat tona pagojmë 50.000 lekë për çdo person. Por ti, në rast se ke drejtësi dhe don ta bësh funksionale, bëj kontabilitet pasurisë së tyre, se kuptohet qartas kush ka vjedh, sepse këta kur nuk kanë njohuri të ligjit, kanë vjedh në mënyrë të babzitur. Dhe kur kanë vjedhur në këtë formë, ti vendos një kontabilitet aty, bëj një auditim, shifrat flasin vetë, nuk kanë nevojë shifra ti bësh shumë interpretime. 1+1=2, mbaroj, dyshin më arsyeto, ku e gjete, si e gjete në raporte me deklarimet që ke bërë nga dita kur je fut në politikë dhe në ditën që po del nga politika ose në ditën kur unë të kam marrë në hetim si spak. Kjo nuk kupton vetting.
që mos ngatrohemi, mos më ngatroni me lushat. Por, unë dua të them diçka tjetër. Mënyra se si perceptohet e ne është sikur kemi një drejtësi të fortë që tani i merr gjithë këta dhe i fut brenda. Kjo nuk quhet drejtësi. Kjo quhet një presion i qartë kundër çdo personit që kërkon në një formë apo një formë tjetër të marrë pushtetin e kryeministrit. Pra, ata që mendojnë që Zoti Dumani punon që të japi Shqipërisë një mesazh që ne i fusim të gjithë këta brenda dhe çuditërisht po lëm dikët jashtë që është shoqëruar dhe bashkëshoqëruar me këta të tjerët, është thjesht sa për të mbushur statistikat. Sepse ju duhet ta dini shumë mirë sa ish prokuror janë atashuar pranë Partisë Socialiste me mbarimin e mandatit të tyre të prokurorëve, ose kanë ikur nga profesioni i prokurorëve dhe janë bërë politikan. Ju duhet ta dini shumë mirë sa antar të KLP-s, KLG-s, KPA-s, KPPA-s, që ishin këto të pavarur që do na bënin filtrimin e tyre, janë atashuar pranë Partisë Socialiste kandidat dhe përveç kësaj kanë ikur në institucionet të pushtetit ekzekutiv dhe jo gjyqësor. Tani do flasim me emra, se do t'i gjej emra, do t'i selektoj një nga një. Por po them si rast. Pra, jo se drejtësia erdhi kjo e pavarura, kjo e lodhshme, e dikurshme, edhe tani këta reformatorët të mëdhej ndryshuan kostume, ndryshuan tabelën edhe fillojnë në aksion. Jo se i dha dikush shpatën këtyre dhe fillojnë këta dhe bëjnë kapin më të madhe maksimale dhe tani po bëhet nami këtu edhe po arrestohen, po del spaku gogolit, kapi këta gogolushat e vogël. Nuk ekziston, këto janë thjesht vetëm për të na mbushur në mendjen që shiko që ka një Altin i fortë. Do të bëj një parantezë këtu. E mani men ju dy media, të cilët janë të atashuar shumë përpara, jeni gazetar dhe nuk dua që të ju fus në konflikt, dy media të posaçme duken, vetëm i mungon emri dhe emri Partisë Socialiste ngjitur dhe kanë dalur dhe i bënin lavazh ku arrestonte Ilir Meta, lavazh spaku nga mjeset e ndark. Dumanit artikuj fantastike, çdo prokuror të brendshëm fjali më të lavdërimit të papame. Dhe erdhëm në momentin kur dy media të posaçme që flasin shqip por kuptojnë gjuhë të huaj, jo shqip por të Bashkimin Evropian, dhe këto dy media ndryshuan duke goditur Dadon. Pra godasin spakun, nuk godasin prokurorin, se prokurori si Dumani është, nuk ka një ndryshim të madh, por aty ju do kuptoni jo fuqin e këtyre, por ju do kuptoni porosin që këta janë të fortë, të kryen detyrën nëpërmjet porosisë dhe të bëjnë arrestimin e fortë në sy të publikut që të kënaqin çfarë kryetarin e Partisë Socialiste, qeverisë, që t'i thënë çdo personi tjetër që është pranë kryeministrit, që në rast se ju mendoni apo keni në trurin tuaj që do t'i merrni karriken këtij të pari që ne kemi, ju do pastroheni nga drejtësia e re amerikane, e cila nuk është amerikane, është krejtësisht e Partisë Socialiste, sepse aty do të shikoni qartazi që në funksionimi i kësaj drejtësie funksionon sipas porosisë së Edi Ramës, sepse vetë ai u tradhtu dhe tha drejtësia është ajo që unë kam bërë. Pra do të thotë që kemi një vetë përgjegjësi që ai ka bërë drejtësinë dhe i bëri politikan dhe ai vetë nga politikan i çon burgaxhi. Të mbetemi sërish tek Erion Veliaj, i cili në raportimet e mediave thuhet që i ka marrë telefonin punojësit të policisë për të bërë disa telefonata, gjë që ka ngarkuar edhe me një akuzë të re nga ana e spakut. Tani një pyetje lind natyrshëm, si është e mundur që
një politikan me një eksperiencë si Veliaj të bëj një gaf të tillë duke i marrë telefonin punonësit policisë për të bërë telefonatën, ndërkohë që do duhet ishte i vetëdijshëm që ndodhet në përgjim. Së pari, dispozita penale që zoti Veliaj akuzohet është shumë e rëndë dhe është nga 5 deri në 10 vite. Është një nga dispozita të cilët megjithëmen kam qenë i habitur kur e kam lexuar fillimet më parshme, por edhe tani që ndodhi në rastin e Veliajt e ripash dhe thash pse kaq shumë dënim nga ana e ligjvënësit lidhur me këtë dispozitë. Normalisht kjo kupton qartazi që zoti Veliaj ka dashur një shpëtim, ka dashur të flasë dhe të përcjell një mesazh që nuk u desh të u dëgjonte dhe nga njerëz të tjerë. Dhe ajo që unë kuptoj është që zoti Veliaj ka punuar në mënyrë shumë profesionale, jo nga pikpamja e politikanët. Pra ai për shumë mund quhet politikan, për mua quhet amator, sepse asnjëherë nuk ka krijuar respektin e dur të krijojë kundërshtar politik, se politika ka diçka të shenjtë, kundërshtar. Kjo fjalia është një fjali e mirë, sepse kundërshtarin mund ta bësh edhe mik që të biesh në një dakordsi për një marrëveshje politike, sepse politika çfarë është? Është një betejë që ka fitimtar, ka të humbur, për në fund fare destinacioni një politikanit është në debat dhe është edhe në parlament ose në këshill bashkiake ose në një pozicion politik, sepse pikrisht politika çfarë kërkon? Kërkon debatin. Kur zoti Veliaj se ka pas kurrat e asnjëherë atë pjesë të debatit dhe që ka qenë vetë thjesht një orator, po asnjëherë politikan. Por unë mendoj për shkak të mungesës së tij të politikës, ai në kohën e tij të fëmirisë ka parë shumë filma që janë filma këta me burgaxhi të cilët dalin, futen në përburgje, shikojnë disa eskorta të cilët shoqërohen se si bëjnë disa dallavere me njerëz të burgut që janë policë dhe roje dhe kështu me radhë. Dhe aty kuptoj qartazi që ai është frymëzuar nga ai film, nuk mund të shpreh kush sepse ai mund të ketë mendime të tjera dhe pëlqime të tjera të cilët nuk, kjo është një çështje e brendshme, unë nuk futem në këto gjëra, por e di shumë qartë që ai këtë veprim që e ka bërë duke e ditur që është vepër penale, por gjithmonë duke menduar që është akoma më i fuqishëm që është në një burg. Sepse ai mendon ende që sot që flasim që burgu që është sot është thjesht një ëndër për te, është një ëndër e keqe, është diçka që nuk duhet kishte ndodhur kurrë dhe ai nuk e kishte kuptuar. Dhe pse nuk e ka kuptuar? Se ai gjithmonë në punën e tij të përpunimit të çdo gjëje ka qenë në ajo të presionit dhe të gjobës. Pra, më lejo të them një fakt që asnjëri përsëri nuk e rikujtoj, unë po ta rikujtoj. Begeti ka marrë dëshpërblim sepse Erion Veliaj i çonte mesazh Begetit që unë do të mbyll televizionin. Tani, unë nuk e di që ka politikan në botë, që janë politikan, që t'i thoj një biznesmeni unë do ta mbyll televizionin. Pra, me ligj pa ligj unë do ta mbyll televizionin. Që do thotë as njohuri politike, as juridike, as njohuri të tjera. Thjesht ai quhet kërcënim. Është si të them unë tani që ti je i korruptuar, në rast se unë do të them që ti je i korruptuar, unë të ngrej tani një akuzë publike. Po edhe unë kur të vendos ty gjobë e të them ty që ti shikoj tani nga e nesmja çfarë do të bëj unë ty, kjo quhet gjobë, kjo quhet kërcënim. Nuk është se po merr me një fakt konkret që ka ndodhur. Ka diferencë, fakti konkret të ndodhur publikisht është gjë tjetër, dhe ajo që unë të them që ty do të mbyll nesër, kjo është kërcënim, kjo është gjobë, dhe kjo nuk quhet politik, kjo quhet krim. Përveç kësaj, ka marrë gazetar dhe i ka çuar mesazh, ka dalë publike. Pra, një politikan mund të bëjë këto veprime? Pa, ai nuk quhet politikan, ai quhet kriminal.
që do të thotë zoti Veliaj e ka pisk situatën sepse ka raste të cilat ai vetë nuk i ka parë si politikan, po i ka parë në një këmbvështrim tjetër dhe ne si qytetar nuk kemi mundësi ta ndihmojmë sepse ai pikërisht ka zgjedhur vetë rrugën e vetë flijimit, vetë shkatrimit, vetë gërminës dhe në fund fare ajo që u duk nga Partia Socialiste ose nga Rilindja ishte që e lanë në mëshirë të fatit. E mbani mend ju kur folën disa deputet për zotin Veliaj, ku janë, se nuk po e dëgjoj. Alo, ku janë? As në vend. Që do të thotë kanë ikur, pra e lëshuan. Ai nuk e ka kuptuar ende. Ai jam i bindur që në këto momente nuk merr dot telefon nga policë. Nuk merr tani në këto momente më mundimi të bëjë të njëjtin gabim. E kuptoj shumë qartë gabimin fatal që bëri. Por tani ai mendon sikur të gjithë po flasin për të, por e vërteta është që akuza e rëndë që ja bërën, që nuk i bërë një akuzë tjetër akoma më e rëndë se kaq. Incineratori i Tiranës nuk ekziston. Dhe me njëherë gjetën një akuzë që ta dënojnë ose ta akuzojnë për një marrje telefonin, edhe se kur kishte marrë telefonin Yuri Kim, nuk ka problem se Yuri Kim ishte ajo që pinte nga mjes deri darkë kafe me Erion Velin. U takonte me Erion Velin. Dhe ajo që është e çuditshme për të gjithë ne, është si ka mundësi që Yuri Kim takonte Hametajn, i arratisur momentalisht. Takonte Erion Velin, momentalisht Burgaxhi. Takonte para se të shpathe Saliu non grata. Saliun Burgaxhi. Takonte Ilir Metën para konflikteve artificiale dhe kështu me radhë Burgaxhi. Po si ka mundësi të gjithë këta kush takonte dhe kë prekte Yuri Kim, këta na rezultuan Burgaxhi. Dhe unë mendoj se telefonata që ai ka bërë është tek Yuri Kim. Pse? Se Yuri Kim nga prekja që i ka bërë që e çoi Burgaxhi, Yuri Kim e shpëton duke komunikuar me Ramën që ta nxjerrë Erion Velin. Nisur nga raportimet në media, por edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka mbështetur një gjë të tillë, duke theksuar që Erion Veliaj është shprehur nga burgu se ministrin që e përgjoj do ta shkrijë deri në 7 breza dhe sipas Berishës ky ministër është Ulsi Manja që i ka vendosur përgjimet brenda në qeli. Ju si mendoni, deri aty ka arritur po themi Ulsi Manja sa që të përgjoj Erion Veliaj në këtë rast? Mendoj se zoti Veliaj, për shkak se ka një luftë me zotin Rama, nuk ja mban që të flasi për në emër të zotit Rama. Ai merret me zotin Manja. Zoti Manja ka detyrë si ministër të ketë një rol të rëndësishëm në mbikëqyrjen, por edhe dhënjes kontributit si ministër politik të burgjeve, por dhe jo vetëm. Aty duket qartë që zoti Veliaj ka kuptuar që kolegët e tij brenda Partisë Socialiste nuk i ka pasur kur koleg, ka kuptuar që zoti Manja ja ka bërë këtë sepse nuk don që të lirohet Veliaj në çdo formë dhe çdo kusht, dhe normalisht Manja do punojë sepse është në Lezhë ai i cili kandidon i parë në listën e Partisë Socialiste dhe nuk mundet të zhgënjejë kryetarin e partisë numër 1 të Partisë Socialiste, që do të thotë Manja në këto momente punon vetëm për interesin e tij dhe fjalitë e zotit Veliaj që do ta shkrijë me 7 breza dhe me radhë nuk ka ndonjë kuptim, sepse kur ndodhesh në burg, thjesht ke vetëm betejën e jetesës, e mbi jetesës, e përballjes me drejtësinë
të cilën ti vetë ke thënë që është një drejtësi e dur pas daljes tënde në SPAK, duke thënë për kolegët sa të mirë, sa të ndershëm, sa shenjtor janë ata dhe gjithë ne jemi djalli. Pra, ky është një mesazh i qartë për të gjithë ata që janë pranë Partisë Socialiste, që nuk duhet të përgëzoni diçka që nuk e keni kuptuar, sepse përgëzimi pa kuptim të sjell pasoja të rënda, dhe unë do të mbetem gjithmonë qartazi me opinionin tim që plepa 2 janë plepa 2 dhe nuk ka kurse si të më mbushi mua mendjen dikush që ata që janë të SPAK-u janë njerëz kaq shumë të mirë, kaq shumë shenjtor dhe sa nuk kanë futur njerëz në burg kot. Jam plotësisht i bindur që kanë futur njerëz në burg kot që të plotësojnë statistika, sepse aty brenda në rast se do të kesh profesionist janë diku të 2 veta, të tjerët janë o zot na rujt, sepse ata në fund fare duan të plotësojnë statistika. Që mos t'jem kaq shumë diskriminues, po vendos numrin 2 që them hajde 2 nga ata mund të meritojnë që t'jenë në SPAK dhe gjithë të tjerët janë kot në SPAK. Ashtu është edhe për ata të cilët ndodhen në birojnë kombëtare të hetimit, nuk gjetën emër tjetër, thjesht na tregojnë birojnë kombëtare politike të asaj kohe dhe na sollen tani birojnë kombëtare të hetimit. Imagjino sa komunista jemi edhe në terminologji. Që do të thotë në këtë aspekt plepa 2 për në mbështetjen e Partisë Socialiste, dhe kur mbështetet nga Partia Socialiste nënkupton që edhe Ulsiu ka Edi Ramën. Kur ta lëshoj Ulsiun Edi Ramën, që kanë dalë disa sinjale, por ç'a ndodh tani edhe me Ulsiun. Dilshin disa mesazhe, disa foto që ky ka bler disa vende, disa gjëra, do të më bën ai ndërtime dhe kështu me radhë, direkt i ikshin lajmet. Dilte ai skandal aty, dilte Ulsiu përpara, e mblidheshin prapë si lajm. Kështu ndodhte edhe me Erion Velin. Dilte për Erion Velin që është i akuzuar, pa e mblidheshin si lajm. Dilshin për Ahmetan e akuzuar e mblidheshin përsëri si lajm. Pra do të thotë që është dikush i cili organizon se si do të mbrohet kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama, dhe prandaj zoti Veliaj godet zotin Manja, por nuk godet zotin Rama, por në të gjitha rastet godet drejt për së drejtit Edi Ramën. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike ka deklaruar gjithashtu se Erion Veliaj mund të jetë kërcënuar duke i dërguar plumb brenda zarfit në burg apo mund të jetë droguar. A mendoni se mund të ketë arritur deri në këtë pikë ndaj Erion Veliajt? Thjesht kryetari i Partisë Demokratike, quhet Sali Berisha, është një ndër personat të cilët gjithmonë dua ta dëgjoj, gëzohem kur e dëgjoj, por ndonjëherë mbaj rezerva kur e dëgjoj, sepse nuk mund të jemi dhe kaq shumë skenarist. Ta ulim skenarin, të ulim këmbët në tokë, të shikojmë situatën ashtu siç duhet, por ajo që mua më shqetëson është që nga 46 protesta përpara Bashkisë së Tiranës, sot kemi 0 protesta përpara Bashkisë së Tiranës. Dhe ma dëgjoj me vëmendje këtë, të lutem, sepse dua të informoj qytetarët shqiptar për diçka që nga aspekti juridik, jo politik, nuk është gjë pozitive kjo që ka ndodhur. Kush është skenari, ju lër këto që tha Sali Berisha, po them unë skenari që Erion Veliaj mund të përfitojë pas shumë vitesh. Kur ti si një parti politike ke qëndruar tjetrit 46 protesta jashtë zyre dhe pasi është arrestuar, ke ikur dhe nuk e bërë më protesta, do të thotë që ti ke legjitimuar ardhen e Ramës, dhe në të formë ti ke ushtruar person ndaj një drejtësie, të varur të apo varur nuk na intereson, sepse për ndërkombëtarët nuk intereson ç'a bëjmë ne, a e kemi plepa 1, plepa 2, a e kemi dumanin socialist apo amerikan apo demokrat, apo nuk na intereson. Socialist mund të jetë, por gjithsesi do të shikojmë herë tjetër. Por
përzumimi i pafajësisë në praktikën e gjykatës europiane të drejtave të njeriut është e shenjtë. Me dallaverxhit që kemi në për gjykata. Praktika me teorinë këtu është nata me ditën, s'ka piklidhje. Jashtetit i shikojnë. Dhe ashtu ka ndodhur edhe me afatet e paraburgimit. Për shembull, ish drejtori i RTS-s nga gjykata europiane i thanë: "Ore, këto afatet me këtë njeri çfarë janë bërë? Keni mbajtur në burg kot sepse nuk kishit gjetë prova dhe çfarë janë? Çfarë keni bërë?" Prandaj them që ne duhet kuptojmë qartazi, loja politike është gjë tjetër, a janë fut plumba apo nuk janë fut, a ka marrë depon apo nuk ka marrë depon, a ka pas depresion, a ka pas tension, është puna individuale e shëndetit të tij apo të veprimet të tjera të cilët ne nuk i dim. Por ajo që do të jetë kosto e rëndë për qytetarët shqiptar që përsëri ne do pagojmë lek, e ata tjerë do të fillojnë të marrin pension kot, është që këtu do të kemi një rast shumë të madh në rast se pas 4 vitesh, nga sot që flasim, 4 vitesh, Erion Velia e çon rastin e tij në gjykatën europiane dhe në themel të rastit, dhe sikur të jetë dënuar, dhe ai jo vetëm merr ndosh problem, por detyron gjykatat shqiptare të rihapin rastin e tij. Atëre nuk e di a do të ketë Sali Berish, a do të ketë Duman, a do të ketë Dado, a do të ketë politika aktuale shqiptare që të ketë mundësi të reagojë apo një drejtësi e tillë si është sot. Prandaj unë mendoj që politikanët tanë, e them për të gjithë politikanë, të kenë kujdes, sepse në fund fare, në rast se ju me prova doni të fusni një person në burg, ato prova në fund fare në gjykatët e huaja xerrohen, dhe në fund fare të vjen ty fatura këtu dhe nuk ke çfarë të thosh më qytetarëve shqiptar. I ndodhur në këto kushte, a mendoni se Erion Velia i mund të bëjë të penduarin dhe të rrëfejë të gjitha aferat korruptive të qeverisë së kryeministrit Edi Rama? Në rast se dikush të shkojë në paraburgim edhe do t'i thotë situatën konkrete, pas një mashtrim gënjeshtër, pas një fërkim apo servilizëm, normalisht ai duhet të shikoj veten e tij, të siguroj gjendjen familjare dhe në një moment ekstrem ku do të kuptoj qartazi që është i vetëm në betejën e tij me gjyqësorin, normalisht që ai do të bëj veprim, por unë mendoj se do të mbetet në tentativë në kushtet që jemi sot. Por ai do të luaj diçka tjetër. Çfarë është? Goditje, diplomaci, sulm. Ne nuk do kuptojmë asgjë. Pse? Sepse ai do të bëjë një strategji tjetër. Strategjia është që ai do të përcjellë mesazh drejt për së drejti ndaj Edi Ramës. Që të bëhemi penduar, dua të shikoj, më ke lëshuar apo jo? Do më lëshosh apo jo? A kam qenë i lëshuar që në fillim dhe se kam kuptuar? Këto janë 3 pika të cilat do t'i kuptoj Erion Velia me kalimin e kohës, por nuk mundet t'i kuptoj vetë, sepse ai kërkon një tjetër kërkesë, nevojë ekstreme, rrëfimi. Rrëfimi nuk do të jetë tek prokurorët, do jetë tek prifti, se ne dim që mëkatet më të mëdha si penale apo morale i bëjmë tek prifti dhe nuk i bëjmë tek prokurori, se në rast se do t'i bëjmë tek prokurori, legjitimohet burgimi. Por duke qenë se Velia do të vinë në një moment që do të kuptoj qartazi që nuk ekziston më mbrojtje ndaj tij, para se ai të shkojë të rrëfehet tek prifti i tij, do të çojë mesazhe gjatë gjithë kësaj kohe ndaj Edi Ramës,
derisa të vi shqyrtimi i tij në kolegjin penal të masës së sigurisë. Gjatë gjithë kësaj kohe do të keni një strategji të re ndaj Veliajt, i cili do të jetë goditje, diplomaci dhe sulm. Por asnjëri s'do kuptoj mesazhin, por çdo goditje, çdo mjet diplomatik dhe çdo sulm do të jetë drejt për së drejti ndaj Edi Ramës. Ndërkohë thuhet se Erion Veliaj ka kërkuar edhe psikiatër në burg. A është kjo një strategji e tij për të manovruar me drejtësinë, apo ndoshta që mund ta përdorë më vonë në një farë forme për t'ia hedhur drejtësisë në këtë rast? Atëre, ne duhet kuptojmë që zoti Veliaj kërkon psikiatër. Kjo nuk është diçka që e favorizon. Psikiatri kuptohet qartë që është një person i cili do të vlerësoj në rast se ky person ka pas dieni ose ka pas më mirë ekuilibrim në aspektin mendor me veprat penale që ka kryer, ose nuk është i aftë të kuptoj anën procedurale penale që t'i përgjigjet gjykatës, kur gjykata thotë se ke emrin, ai thotë komshit nuk e kam këtu, ose partia nuk ekziston edhe nuk është këtu. Ky rasti këtyre të fortëve që janë kështu të fortë të mëdhej, kështu këta që ecën me 50 në orë, jo më fal 50, çfarë them, në 300 orë në një rrugicë dhe kur bën aksidenti tamam të kapim ndaj avokat, ndaj kështu, ndaj ashtu, ndaj komisariat, pagojnë, bëjmë namin, sepse duhet të dalim, sepse bërëm gabimin edhe nuk na falet, por gabimi u bë, s'ka problem se edhe arisun sepse kam forcën dhe këto, ku shkojnë në burg, të gjithë i ki sikur kanë dalë në një manastir dhe ishin murgj. Aman të dalim të shpëtojnë se ku durohet këtu, ose sikur jashtë bërin ata nami me shkencat, e kupton, edhe kur futen brenda aty, jo vetëm psikiatër, psikolog, sociolog, çfarë të duash ti, problem me apandesitin, problem me këmbët, çfarë do lloj gjëre mund të shpikin, e kupton? Thjesht vetëm këta të fortit të dalin nga kjo, sepse asnjëherë nuk e kishin menduar që ore ka rregulla këture. Ku po shkon ti më, kush je ti më? Çdo gjë ka rregull. Prandaj psikiatri besoj që në rast se do ta merrte para se të përfundonte në burg, ose më mirë duhet ta kishte marrë që në 2015, sepse ai psikiatër do bënte punën më të mirë bashkë me një psikolog. Në çdo moment edhe do t'i ulte këmbët në tokë, se mos t'i kishte në ajër, se gjithë kësaj kohë ka pas në ajër këmbët, dhe përveç kësaj dhe truri ka qenë mbi ajrin. Pra ka menduar zoti Veliaj se në çdo moment ai ka pas një komunikim me Zotin dhe jo me popullin. Dhe gjithmonë psikologu dhe psikiatri duhen në këto masa, sepse duhet të japi tek personi atë çfarë duhet, çfarë të japi të kuptoj ku ndodhet aktualisht. Sepse zoti Veliaj nuk e kërkon për të shpëtuar, se do duket si quhet ajo zdroms, ne jemi zdroms, ai ishte burri më i mirë, po, pra do duket si një zdroms, a kupton, s'ka kuptim. Një person që thoshte që ne që kemi zdromsa, ky që ka i shëndetshëm, nuk e kuptoj pse do psikologun. Kohët e fundit, kryeministri Edi Rama dhe nga ana tjetër Lulzim Basha kanë nisur një komunikim në distancë midis tyre përmes videove. Ju si e gjikoni këtë sjellje politike? Së pari, zoti Ilir Meta ishte president republike dhe edhe ai ishte serioz, me kostum, strategji, qetësi, me dashuri. Sa i ku zbrit nga karrika, pra këmbët në tokë, i kuptoi në momentin e fundit se i kishte gjithë kohët në ajër, filloi duke u bërë si një djalë i ri i cili do bënte luftë, do të kapte çdo gjë, do ta thynte në mes, do bënte atan e madhe, duke kopjuar në një farë mënyre Ramën si një njeri i cili është veshur me kostum, jo se ka qenë një person i cili ka qenë që në fillim me kostum. A kupton? Nuk ka qenë që në fillim në pamjen publike. Ka qenë një person i cili me çerapet u njifte ndërkombëtarisht.
me pallatet e shkëlqyera, Shigjeta, Djathas Majtas u njifte ndërkombëtarisht sepse Shqipëria ende nuk ishte zhvilluar në anën urbanistike dhe tani kemi Lulin i cili e kuptoi që gjithë kësaj kohë nuk dha asnjë një gjë pozitive tek partia që atit janë një njeriu në Shqipëri që i kanë dhuruar çdo gjë të mundshme që të bësh kryeminist qyll, nuk e ka shfrytzuar në ashtu siç duhet ta kishte shfrytzuar. Dhe vjen sot në një situatë që vjen si një kalama, si një djalë adoleshent, i cili nuk është pjekur, thjesht në momenti ku ka qenë kryetar partie bënte sikur ka qenë i pjekur dhe politikan, dhe vjen sot dhe na bën me Ramën një batut, sepse pikrisht Rama e futi në lojë. Pse e futi Rama në lojë? Sepse nga njëra anë Rama don që të tregoj fytyrën e vërtet përpara demokratëve kush është Lulzim Basha, dhe nga ana tjetër ai do ta përdorë Lulzim Bashën për përfitimet e veta në raport me Sali Berishën, që do thotë në momentin kur nuk i duhet Luli do flas me Sali Berishën, në momentin ku i duhet Lulit do të injoroj Sali Berishën dhe do të merr posaçërisht me Lulin duke e provokuar, që Luli të vendosi përsëri platformën e tij të një personi të papjekur në politikën shqiptare. Kjo çfarë kupton? Kjo kupton qartazi që Edi Rama, Lulzim Basha, Sali Berisha krijojnë një ngjarje të tillë artificiale që vëmendja e qytetarëve të ikin nga partitë e reja politike dhe të merret pikrisht me këta të tre. Pse? Sepse Ilir Meta është në burg dhe nuk ka më prezencë mediatike. Vendin e Ilir Metës e merr Lulzim Basha dhe në ato momente kemi një treshe ku përfshihet momentalisht Lulzim Basha. Por ky është dhe një mesazh i keq ndaj Spakut në rast se nesër dalin rezultate dhe të del që PS-ja dhe PD-ja mund të bëjnë edhe ndryshime kushtetuese bashkarisht për të bërë ndryshimet e Spakut. Por, ky mesazh është shumë i qartë dhe për diçka tjetër që akoma nuk e kemi kuptuar, po e them tek ju. Në të njëjtën kohë, një parti tjetër politike në vend, që ka një aktivitet dhe ka deputet në parlament, nuk u shfaqete shumë publikisht kryetari i saj, mante një profil normal, nuk donte të ishte kaq shumë publik, por ai ka grup ose më mirë ka deputet në parlament dhe është Partia Socialdemokrate Tom Doshit. Në të njëjtën kohë, kur Edi Rama fton Lulzim Bashën, në të njëjtën kohë Sali Berisha në Shkodër shkon edhe provokon Tom Doshin për të dalë në skenën politike. Në të dyja rastet, si prezenca e Tom Doshit, ashtu edhe prezenca e Lulzim Bashës, japin të secili prej këtyre një avantazh në publik që të jenë në të ardhme një faktor i rëndësishëm në politikbërjen e vendit, sepse nga vakumi politik që u krijua me Ilir Metën dhe me Erion Velin në burg, normalisht në vendin ton, dy personat nuk mund të ishin të vetëm, dhe këta të dy, pikrisht njëri, pra Edi Rama, zgjodhi në mënyrë banale të ftoj Lulzim Bashën në skenën politike, ndërsa nga krau tjetër, Sali Berisha ftoi në mënyrë serioze dhe me betejë politike dhe debat politik Tom Doshit në skenën politike. Pra, të futet në veprime aktive në skenën politike dhe jo të jetë pas politikës, pavarësisht se ka prezencë në parlament. Ky tregues është shumë i qartë, që na tregon qartazi që dy aktorët kryesor dhe faktorët kryesor politik vendosën dy persona të ndryshëm që kanë diferencë personaliteti me njëri tjetrin me natën me ditën, pra nuk mund të krahasojmë dot Tom Doshin
me Lulzim Bashën. Pra, Lulzim Basha, i cili ka rezultuar si një adoleshent i cili nuk ka ditur ku ka fillu jeta e tij e rinis, në krahasim me zotin Tom Doshi, i cili ka një prezencë dhe një profil shumë më të ndryshëm se sa politikanët të tjerë shqiptar. Nga ajo që ne kemi dëgjuar, është një person që deri tani aq sa kemi dëgjuar, na del edhe na rezulton një person i cili quhet i besës, sepse në zonën që ai banon, shumica e tyre janë njerëz të cilët janë besës. Por në të njëjtën kohë, zoti Doshi ka treguar që në 2021 i vetëm ka marrë 3 deputet. Në 2025 na pasqyron që do të fitojë një grup parlamentar me ambicet që ai ka vendosur. Unë mendoj që zoti Lulzim Basha do të digjet përsëri, sepse destinacioni për të djegur është i njëjtë, pra formula është e njëjtë, por Edi Rama dhe Sali Berisha nuk duan të djegin Tom Doshin. Dhe prandaj Tom Doshi nuk e ftoi Edi Rama, pavarësisht se partia e tij ka mbështetur disa herë Tom Dosh, pra Partinë Socialiste, por atë e ftoi Sali Berisha. Dhe ky është një tregues i qartë, një mesazh shumë i qartë për sa i përket jo vetëm bashkëqeverisjes në të ardhmen pas 12 majit, por në një aleancë të gjerë për ndryshime kushtetuese të mundshme dhe përveç kësaj një aleancë të qartë për një drejtësi e cila nuk do të jetë më një drejtësi ambasadorëve që mund të binden me një marrëveshje me kryeministrin, po do të jetë një drejtësi e cila do t'i bindet një shumicë tjetër parlamentare pas 12 maj 2025. Të ndalemi pak në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili e konsideronte si sukses punën e SPAK-ut, po ndërkohë gjithashtu edhe shpalljen non grata të Berishës, si dhe arrestin në shtëpi po të Berishës gjithashtu. Si mendoni, çfarë do të thotë ky raport për vetë Berishën, i cili pret nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që t'i hiqet non grata? Së pari duhet kemi parasysh që raporti Departamentit Amerikan të Shtetit është bërë nga administrata e mëparshme dhe administrata aktuale nuk ka mundësi ta shfuqizojë ata apo ta ndryshojë, dhe normalisht sipas procedurës do të hidhet në publik, pra do të bëhet transparenca. Ne duhet presim raportin në 2026 që do të flasim për 2025-ën, atëherë mund të kemi një pamje të qartë në rast se kemi të bëjmë tani e tutje administrata Trump do të jetë administrata e linjës Trump, pra Departamenti Amerikan i Shtetit, apo do të vazhdoj përsëri e njëjta praktikë ashtu siç ishte me rastin konkret që kemi të bëjmë me zotin Berisha, i cili është non grata dhe politika amerikane nuk ndryshon. Thjesht më lejoni t'ju them diçka shumë serioze dhe shumë të qartë për çdo qytetar shqiptar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partner për Shqipërinë dhe shqiptarët, për Kosovën dhe për kombin shqiptar në tërësi. Politika e presidentëve amerikan 4 vjeçar nuk ka të bëjë pikërisht me Biden apo me Trumpin. Është një politikë disa vjeçare që ajo ndryshon sipas gjeostrategjisë, politikave të ndryshme që ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me paqen, stabilitetin dhe luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për ata që mendojnë që një raport nënvlerëson apo vlerëson dikë, e kanë gabim. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk godasin politikan në pushtet, ashtu siç ka goditur Fondacioni Soros, që mund të jetë në Amerikë, por ashtu siç e kam thënë dhe do ta them gjithmonë,
Jo çdo gjë që shkëlqen është flori apo diamant, dhe jo çdo njeri që mban një flamur amerikan quhet edhe amerikan. Ai mund të jetë më shumë anti-amerikan se sa amerikan, por ne duhet si popull të kuptojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të pajtohen me interesa ekonomike klienteliste të një fondacioni. Prandaj, unë them të çdo qytetar shqiptar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bëjnë dallime me non grada apo jo. Thjesht ishte një politik e caktuar e administratës Biden e Blinkenit që sot vetë janë të shpallur non grada nga presidenti amerikan. Ky është një tregues përsëri i qartë që gabimet që janë bërë nga kjo administratë erdhi një president tjetër dhe i korrigjoi. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe do të jenë në Shqipërinë gjithmonë, pavarësisht se kush është president. Nëse SPAK do të bënte një listë mbi personat ose më saktë figurat politike që do të godiste para zgjedhjeve të 11 majit, cila mendoni se do të ishte ajo? Tauland Balla, Belinda Balluku, Olta Xhaçka, Burri Sajt, dhe më duket dhe Delina, më duket ministrja e bujqësisë, diçka e tillë. Këto do të ishin njerëz të cilët do të ishin marrë në hetim për arsye se Zoti Berisha ka bërë një manual që të gjithë e kemi parë publikisht, po SPAK-u nuk vepron. Këta individ për mendimin tim meritojnë të shkojnë përpara drejtësisë edhe të Partisë Socialiste, sepse është e çuditshme kur ti kryeministri në qarkun e Durrësit të ka marrë pothuajse 10.000 vota dhe një deputet i thjesht i zonës të ka marrë në Elbasan në 2021 22.000 vota. Pra, aty bëhet jo dallimi, pa aty bëhet ndarja e çdo gjëje. Pra aty kupton qartazi që diçka nuk ka shkuar mirë. O populli ka qenë kaq shumë i dashuruar me qarkun e Elbasanit dhe duhesh që Zoti Balla të bënte transferim nga Elbasani në një vend tjetër dhe në fund fare të përfundonte mos gaboj në Tiranë. O desh që nesër pas nesër të bëhet ai kryetari i Partisë Socialiste. Por duhet keni parasysh diçka që në rast se dikush pretendon brenda Partisë Socialiste të bëhet kryetari i Partisë Socialiste, dihet që kjo do jetë lista e radhës. Pra, edhe sikur të kishim SPAK-un me meritokraci, edhe sikur të kemi prova që diktojnë që ndaj një personi mund të merret një masë sigurie, por tek masa e sigurisë ose më mirë të procedimit penal duhet kuptoni diçka. Kur një person ka pretendime, SPAK-u nuk merr një person që është kaq shumë i fuqishëm. SPAK-u merr gjëra të cilët janë të lehta. Pra, te Balluku mund t'i marrë disa drejtorë, në zëvendësministër kështu me radhë, kupton? Nuk do marrë direkt Ballukun sepse Rama do duket që shiko tani unë po e mbroj, si do ta mbroj, kupton, derisa të arriti kulmin edhe thotë edhe Rama thotë hajde ikë edhe ti se edhe ti do tradhtove. Rama nuk e bën këto me femrat. Pra, nuk i lëshon ka shumë kollaj. Bën çdo gjë të mund, pra çdo gjë të mundshme e bën ai. Për shembull, te gjykata kushtetuese Olta Xhaçka duhet i hiqet mandati sepse është në shkelje të kodit familjes, pra edhe një buf që nxjerr ai bufin, buf janë ata brenda, dhe mos harrojmë faktin që juristi apo avokati që mbronte kuvendin në gjykatën kushtetuese ose mos gaboj Olta Xhaçkën, mos gaboj, po avokati ishte për këtë palë mbronte, ka shkuar antar i KLP-s, imagjino ku kemi arritë, ky është suksesi. Pra, partia vendosi antar KLP-je, por në rast të shkojmë atë juristi dhe t'i themi, orti, të bëj një pyetje, kur nuk kanë kontratë martësore, a është në shkelje të kodit familjes? Pse? Sepse kur nuk ka kontratë që ndajmë pasurinë,
do të thotë që pasuria e ndërtuar gjatë martesës që është e përbashkët. Dhe në rast se ndahen ata të dy, njëri nga të dy do bëj pjesëtim pasurie, pra do marrë ato çfarë ka fituar. Dhe në rast se të vdes, përsëri do marrë nga trashëgimia. Pra, me kodin e familjes, Olta Xhaçka e humbte mandatin. E Pat Ramën e ndihmoi, luftoi që mos shkonte. Pastaj shkonte një komision plepave e ndërkombëtarëve, erdhën ata thoshin gjë tjetër, këta e përkthenin gjë tjetër, kishin italishtën, gjermanishten e kishin bërë kështu plere, lavatrice me radhë, dhe në fund fare jemi këtu ku jemi sot. Këto emra që unë po t'i them sepse unë mendoj që mund t'jenë këta individ, vetëm me një do thosha selektiv të vogël në raport me Belinda Pallukut dhe Taulant Ballën. Thjesht këta po u morën, do jenë thjesht sa për me treguar statistikat, që ne po godasim edhe këta sepse kemi të godasim edhe krahun tjetër me ata, na kupton? Pra të bëjmë politikë, se nuk mundemi ne tani të godasim vetëm të partisë tonë. Do të godasim edhe të tjerët, të fusim edhe ata në burg, të kënaqet opinioni publik. Fut gropos në burg, ne pagojmë para këtej. Futi brenda thjesht të kënaqet Dumani për 3 vite që i ka bërë, ka sheshuar fare politikën shqiptare. Duke u referuar figurave të mazhorancës, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj që gjendet në Arrati ka theksuar që pse SPAK nuk merret pikërisht me dosjet konkrete që kanë të bëjnë me aferat korruptive të mazhorancës, siç është dosja Akshit, tuneli i Llogaras apo edhe pjesa autostradës Thuman-Kashar. Në këtë rast, pse SPAK nuk merret pikërisht me këto dosje të ndjeshme që kanë të bëjnë drejt për drejt me paratë e taksapaguesve shqiptar? Sepse ai nuk thot diçka që unë përsëri nuk e kuptoj. Ai nuk thot se Altini nuk i lejon të merren, sepse po t'ishte më marrë do mershin. Pra, ai e thot shumë qartë, pse Altin Dumani merresh me pllakat e Ajolës dhe nuk merresh pikërisht me problemin që ekziston në afera të ndryshme kriminale që janë të përfshirë qeveritar. Në rast se dalun publikisht dhe them që një person akuzohet nga ana ime sikur është i përfshirë në veprimtari kriminale, e kishe gjithë SPAK-un duke më marrë mua në pyetje kush je ti që akuzon qeverinë. Dhe në fund fare do të thoja më fal s'kam prova, po gjej ti provat. Dhe ai do të thoshte ty, pra mua, që shiko kush je ti të na diktosh në provat. Por duke qenë Ahmetaj i cili ka qenë zëvendës kryeministri dhe duke ditë të vërtetën, ata duhet të ishin zgjuar nga gjumi dhe të shkonin me njëherë ku në vendin kur Ahmetaj i tregon që aty ndodhen provat. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe Altini nuk i lejon. Pra, ai që nuk i lejon dhe nuk shkojnë aty ku duhet shkojnë ku është prova, është pikërisht Altini. Pse nuk i lejon Altini? Le të flasi Ahmetaj. Sepse Altini në dhjetor të 2025-s do të jetë një prokuror i thjesht i SPAK-ut. Në rast se Rama nuk e bën në shtator ministër apo zëvendës kryeministër. Pra, sepse mund të kemi edhe këto skenare, se në Shqipëri jetojmë, kur gjithë antarët të KLP-s dhe KLG-s i kenë ministra e ke kështu djathtas majtas, mund të presim që Altini të dali nga SPAK-u dhe të shkojë të bëhet politikan. Sepse edhe atit i pëlqejnë disa tani kanë parë disa show të tjera që shko bën një show tjetër i radhës me KQZ-n që shiko ne që të zbatojmë ligjin dhe bëjmë foto për të zbatuar ligjin, e kupton? Që ligji është detyrim që të zbatohet. Dhe prandaj unë them që zoti Ahmetaj thjesht tregon disa indicje, por zoti Ahmetaj tregon disa prova dhe nuk e ka fare sinjalin me Altin Dumanin, sa i deri në dhjetor do tjetë, por e ka me prokuror të tjerë, të cilët i kërkom që ju që keni dosja apo keni mundësi, derisa është Altini, është sigur që i do i pegoj, por me ikjen e Altinit merrni fuqinë që të shkoni të hetoni këto 3 raste
sepse nga këto 3 raste do të buroj prova e vërtet personi i përgjegjës i cili duhet të marrë përgjegjësi përveç se është ish kryetari i zotit Ahmetaj, por ka qenë dhe ish njeriu që me zotin Ahmetaj ishte vazhdimisht me dreka dhe darka dhe ata bënin projekte për si ta shkatronin Shqipërinë. Duke mbetur sërish tek ish zëvendës kryeministri Albert Ahmetaj, i cili ka dhënë një intervistë së fundmi për gazetarin Vincent van Gervenoy, ai deklaron se është kërcënuar në VMC, gjë të cilën unë po e lexoj konkretisht për të qenë dhe më të saktë, dhe ai ka zbuluar se është përballur me disa kërcënime serioze, përfshirë telefonata drejt për drejta, ndjekje nga persona të panjohur. Ka marrë kërcënime personalisht. Së pari një telefonat direkte nga burgu, shumë e qartë, do të vrasim, të shohim, kamrat kur parkon makinën, kur merr fëmijën. Ata kishin akses te kamrat e pallatit në Tiranë, ku kisha marrë një apartament me qira. Ahmetaj tregon gjithashtu se duke ndarë edhe një ngjarje tjetër tronditse, ku ka marrë një telefonat nga një numër britanik të panjohur, si edhe një incident tjetër që i ka ndodhur në rrugë ku një person me motor i është afruar dhe i ka thënë ti aty do të gjesh vdekjen. Edhe ju besoni që këto deklarata kanë të bëjnë pikërisht me një vrasje të mundshme të Ahmetajt. Tani kur një ish zëvendës kryeministër bën deklarata të tilla në media, çfarë do duhet bëj drejtësia? Së pari ai nuk po e bën për drejtsinë shqiptare, e keni gabim këtë gjë. Zoti Ahmetaj po bën këtë gjë sepse duhet të bindë drejtsinë zviceriane që të marrë atë azilin politik që mos të ekstradohet në Shqipëri. Ose më mirë, mos të gjetë një mjet ligjor që ai në çdo moment të ekstradohet në Shqipëri. Me marrëveshje pa marrëveshje, sepse duhet keni parasysh ju që një person i cili kërkon azil politik dhe ka qenë funksionar publik, kur ai thjesht se ka qenë funksionar publik nuk e justifikon marrjes së azilit, ai duhet krijojë një skenar ose një rast ekstrem, e kupton? Që në fund fare ky të përfitojë në fund fare azilin 10 vjeçar dhe mos të ketë mundësi njeri t'ia marrë azilin. Pra të ketë marrë formë të prerë azili deri në një moment të dytë ku ai do ta vlerësojë që nuk e do më azilin sepse në Shqipëri i ka rregulluar punët e tij. Por unë nuk mendoj që këto janë të vërteta për një arsye, se atë mund ta kishin bërë kur ishte deputet, edhe e kishin pastruar me kohë dhe vakt, dhe nuk ka pse ai të ishte arratisur, dhe s'ka ai pse të ishte akoma në Shqipëri, kur ai gjithsej kohë ka qenë i dhunuar, i torturuar, kur ndonjëkohë dilte tek fejziu dhe thoshte Begdjetit nuk do t'i japim lek, dilte që të gjitha vendimet duke kam kalu unë në Këshillin e Ministrave, do të thotë kryeministri, dhe aty nuk jam bante fare të thoshte emri kryeministër dhe u desh të shkonte jashtë shtetit sapo mësoi për masën e sigurisë ndaj tij. Të lutem, këto janë thjesht strategji që ai person të përfitojë azilin atje. Jo që këto raste nuk ndodhin në Shqipëri, me numër amerikano, francez, kanadez të marrin, të kërcënojnë, të thënë këtë, të thënë atë, të bëjnë foto, të çojnë video, të çojnë çfarë dush ti, a kupton? Nuk jeq unë asgjë nga këto, por këto janë thjesht për të bindur autoritetet vendase që shikoni, unë në vërtet në Shqipëri kam një konflikt politik dhe jo juridik, por qeveria ime që kam qenë unë dikur, më ka bërë një luftë juridike për të më izoluar politikisht. Dhe prandaj janë këto deklarata. Dhe mos harroni një fakt tjetër që unë e kapa nga pikpamja ligjore, të gjithë e morën sikur Dado kishte njëra e cila i bënte fotografi këtij. Çfarë kishin bërë këta të tmerrshmit? I kishin marrë një deklaratë asaj tek noteri dhe i kishte thënë u detyrova që të përgjoj dhe të ndjek deputetin pra Ahmetajin. Dhe këtë deklaratë, këta e kanë përdorur në komisionin e marrjes së azilit. A kupton? Kundërkohë në vendin ton, për shkak se je politikan dhe funksionar, ti nuk mund të bësh këtë deklaratë, sepse edhe sikur ta kesh bërë ti këtë gjë, ndaj një funksionar shtetëror, edhe sikur mos ta kesh arritur atë që ke arritur, mbetet të vepra penale në tentativë dhe ti mund të ndigjesh penalisht
si një zonjë filipineze që ke ndjekur një politikan i cili ka qenë në krye detyrës dhe ti ke cenuar sigurinë e atit. E kuptoni ku jemi tani? Bëm thjesht deklarata sa për të marrë një azil politik. Ku ishe më trim? Ku ishe më djali mirë? Ku ishe më yll që goja nga mjes deri në darkë te Vejziu shkoja atje dhe lançoje propagandën për tërmetin, për ato shtëpitë e bukura që i ke bërë me Edi Ramën, me Partinë Socialiste, pa ato deklaratat e famshme që ne kemi pushtetin dhe do marrë mandatin e 4 e 3 me radhë. Ku je tani? Ku je? A i ke thënë atyre që janë aktualisht në Partinë Socialiste dhe me zorri në pushtet, sepse po ta dish të vërtetën, ata tund të ikin, po ka zënë halli se i manë Rama disa 4 në dorë dhe i thia tund. Ku është ky burr? Pra, u desh që të vinte flaka edhe të ty si të Erion Velia, që të zjonit ju dhe të thoshin që banditët, kriminelët dhe të, po, më fal, po nuk japa në rrugë atyre banditëve, nuk ka pse të vi banditi. Po nuk japa unë biznesmenëve të vinë rrugë nga mjes deri në darkë të drekojnë me ata. Dubai, bardhi bashkë, nuk kemi shku. E ke pa një video në Dubai si ishte? Merzniku të tjerë dhe hanën e pinin, pa ishte ku? Nuk u fotografon të atere. Nuk u fotografon të atere. Dhe këto deklaratat që bën ky, i bën deklaratat për të bindur ata në Zvicër. Thjesht për na i thot ne që krimi, droga, orë zotri në Shqipëri ekziston krimi, droga, intimidimi, të gjitha këto që thuaj ekzistojnë, nuk të heq asnjë fjalë. Po këto nuk mund t'i thuash pasi të ndodhin ngjarje ndaj teje. Pra, unë nuk mund të pranoj spakun sepse më pëlqen kur godet Erion Velin. Dhe nuk e kam bërë kur këtë gabim fatal. Si kanë bërë të tjerë që sot nuk e din si t'i lidhin dy fjalë se dalin keq në publik. Unë kam thënë nga dita e parë e kësaj reforme skandaloze, kam denoncuar aktin ndaj një politikan shqiptar dhe kam thënë kjo që keni bërë do ju marrë të gjithë përpara dhe i kam marrë. Dhe përveç kësaj, çfarë janë këto gjëra që bëhen në këtë vend? Pra na duhet të marrim azil politik ose na duhet na vi flaka tek ne dhe pastaj të themi që këtu ka kriminalitet dhe gjitha. Ka ekzistojnë, po këto i themi kur je në krye të detyrës dhe lufton për të luftuar këtë gjë, sepse nuk mund të pranoj unë si qytetar që ndaj një politikani bëjnë këto gjëra, po në një qytetar shqiptar që thjesht e marrin përpara. Prandaj këto thjesht ishin vetëm për Ahmetajn për të fituar azilin e qëndrueshëm politik në Zvicër. Dhe pyetja e fundit, duke qenë se Donald Trump së shpejti mund të rikthejë vëmendjen ndaj rajonit të Ballkanit dhe mund të godas politikanë të korruptuar, siç ishte edhe në rastin e Milorad Dodik, a mendoni se mund të ketë element të politikës të cilët mund të goditen nga ana e administratës së Donald Trump duke shpallur ata non grata, po ndërkohë nga ana tjetër a ka një qasje amerikane për ta ribërë reformën në drejtësi ose për ta përforcuar atë dhe mëtej? Reforma në drejtësi do të shkatrohet me dakordësim që do të vi nga klasa jonë politike pas 11 majit dhe në fillim të shtatorit, sepse klasa jonë politike është mësuar çdo herë që aty kur shkohet të bëhet diçka e re, aty shkatrohet gjithçka që ato kanë nisur nga e para dhe përsëri ne jemi ata të cilët do të paguajmë faturën. Ftoj qytetarët shqiptar të harrojnë Fondacionin Soros, por të kujtojnë se pas 20 janarit 2025 kemi linjën Trump. Trumpi nuk do punoj me gabimet e Bidenit dhe jo të demokratëve, por do të punoj me politikën e hartuar për republikanët, sepse Trumpi do të bëj politikën e tij dhe do të shënoj histori që të mbetet dhe pas presidencës së tij. Gjithashtu Trumpi do të punoj që të gjejë aleat kudo në çdo vend botës, por aleatët e tij nuk do të jenë thjesht momentan, po do të jenë për të trashëguar qeverisjen e tij ndaj një
politikani tjetër që Trumpi do të betoj ose më do të bekoj si një kandidat potencial pas tij në zgjedhjet e ardhshme presidenciale amerikane. Prandaj veprimet që ai do të marrë do të jenë të posaçme dhe momentale, çfarë ai nuk don për në aspektin politik të një vendit, ashtu siç u bë edhe në Kosovën, që Grenell doli qartazi kundër Kurtit, pavarësisht rezultatit. Përsëri Kurti nuk është se mori i vetëm qeverinë, por ende akoma ai do të mendojë se si do të formojë qeverinë. Mbetet për të parë muaj që po vjen, do jetë një muaj shumë i rëndësishëm pas marsit, sepse do të jetë vendimtar me nisjen e fushatës zgjedhore. Gjithashtu do të jetë edhe vendimtar me mënyrën se si politikanët tanë do të shfaqen në elektorat. Gjithashtu dhe linja jonë që do të kemi pas 11 majit në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ambasadori amerikane nuk ka ardhur ende në Tiranë, nuk dihet pse po vonohet ardhja e një funksionari nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund të vonohet, po jo kaq shumë. Nuk dihet akoma se si do të jetë strategjia e Trumpit në Ballkan, sepse kemi të bëjmë me një përsëri e ritheksoj mënyrë ose më mirë komandim ose strategji që do të zgjedhë ai me raport me Ukrainën. Bashkimi Evropian ka mbetur pak i ngadalt, ashtu siç gjithmonë ka politikën e vet që me zor merr një vendimmarrje se janë 27 shtete derisa të marrin edhe të puqin politikat e tyre, por për mendimin tim, Trumpi në rast se do të arrijë të bëj një shpallje një nëngrada, do ta bëj me arsyetim dhe me qëllim. Por arsyetimi dhe qëllimi për Ballkanin për mua momentalisht do të jetë i rezervuar, sepse mos harrojmë faktin se familja Trump në raport me Shqipërinë dhe Serbinë ka bërë disa iniciativa para se Trumpi të zgjidhte president Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe pasi është zgjedhur Trumpi president, po pa u betuar akoma, Shqipëria ka bërë veprime, por edhe Serbia duke normuar ligje dhe duke ndryshuar ligje për këto investitorë strategjik. Prandaj nuk besoj se Trumpi do të jetë kaq shumë ekstrem në daljen publike lidhur me Ballkanin, sepse Trumpi do të mbarojë përsëri, e them, Rusia dhe Ukraina, do të mbarojnë këto gjëra, do të merret me Turqinë dhe Sirinë dhe me lindjen e mesme që ende nuk e ka mbaruar, por ai duhet të dali me një deklaratë të qartë që ajo luftë të mbarojë. Kur do të mbarojnë të gjitha këto që ne flasim, atëherë Trumpi do të merret edhe me Ballkanin. Po përsëri te Ballkani, Trumpi nuk do të punojë si një funksionar diplomatik, por do të punojë si një funksionar interesat të shtetit, pra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të marrin para, jo të harxojnë para. Pra, Trumpi në pikpamjen e tij si një biznesmen ka qëllim fitimin monetar të shtetit vet dhe jo të harxhimit dhe të konsumit të luftrave me njerëz me shtetet e tjera ose duke vrarë njerëz. Prandaj them se Trumpi në Ballkan do investojë si biznesmen duke përfituar drejt për së drejti Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ne tani për tani nuk do të kemi veprime të drejt për drejta, do të kemi veprime të ngadalta, por në raport gjithmonë edhe me vijshmërinë e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri dhe në raport gjithmonë edhe me Serbinë, se në të njëjtën kohë në Shqipëri kemi një situatë normale, ndërsa në Serbi kemi një situatë anormale. Dhe në të dyja rastet duhet që Amerika të jetë vigjilente dhe nuk mund të bëj veprime shpërthyese ndaj asnjërin nga këto shtetet, sepse ka pikërisht një problem. Çfarë? Destabilizimi. Në rast se një nga këto shtete ka destabilizim, atëherë në të njëjtën kohë do të kemi edhe probleme me qëndrueshmërinë e Shteteve të Bashkuara në kuptimin e imazhit të tyre që kanë
po përsëri në raport me këto dy vende. Prandaj, politika e Departamentit të Shtetit ka mbaruar, tani kemi politikën e linjës së Trump. Trumpi me linjën e tij do paqe, nuk do luftë botërore, nuk do konsum kod, thjesht do që çdo marrëveshje ta bëjnë në përfitim të interesave të amerikanëve. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën tuaj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.